Një goditje e radhës pastaj, sepse zinxhiror. Duhet ta kuptojmë që nuk është një dëshirë e sistemit bankar mi rrit normat e interesit, mirë po ato vinë për bizneset, sepse për bankat në rregull jemi, po për bizneset se sidomos pasiguria për shembull, kur e keni pasiguri juridike ti me automatizëm i rrit normat. Për shembull, nuk mundet banka me pritën 3 vite me të zgjidhur një kontest me një qytetar që nuk e kthen kredin. Kështu që çdosh me qenë brenda 30 dite. Dhe kjo me automatizëm kishë ndikuar në uljen e normës interesit, kur banka ndihet e sigurt që në periudhë shumë të shkurtër kohore e realizon kontestin prej gjykate. Nëse varemi kushtrim nga importi kaq i madh, dhe siç e vlerësoni ju, shumë i madh dhe është shqetësues. I bie kjo që numri i punëtorëve shkon duke u reduktuar në kompani apo biznese brenda vendit, sepse ka sinjalet e tilla. Është ngritur tatimi në biznes, është ngritur energjia elektrike, ka rritje të çmimit pothuajse të secili produkt. Kjo është shqetësuese për një të ardhme të afërt që mund të reduktohet numri i punëtorëve, mund të rritet numri të papunëve, mund të rritet numri i njerëzve që dalin jashtë vendit për një jetë më të mirë. Kjo e fundit bilan shumë aktuale, unë vazhdimisht po na bjen themin lëvizje që po kemi, edhe çdo i dyti qytetar sot, i cili ndoshta e ka dhe 2 puna, e ka mendjen që shme ikja vendet. Sepse s'po sheh kurrë perspektive, po për çdo ditë mua kam rritën shpenzimet. Çu shme jetu, unë kam marrë një familje. Po. Domon edhe pse unë tazon punoj me 2 paga, e kam themi edhe një familjar që punon me një pagë tjetër, dhe prapë është e pamjaftueshme për me mbyll. Domon unë tango po tham, për neve o bon ditë sodit gëzim nëse mbyllim në muin me zero. Çaq situatë bo sepse vazhdimisht i ki rritje të çmimeve, vazhdimisht sepse nëse ti edhe nëse biznesi vendor temi e shtyn që thojmë na deri në pafundësi, me ato mundësi që i ka mos me rrit çmimin, ai ka një zgjidhje tjetër, ai do ta ul kapacitetin prodhues, automatikisht del pe tregut, vjen ty importi.